Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kroacia i bashkohet forcimit të kapaciteteve ushtarake. Ajo nënshkroi një marrëveshje me Gjermaninë për blerjen e 44 tankeve Leopard 2A8 gjatë vizitës së kryeministrit kroat Andrej Plenković në Berlin. Pas ceremonisë së nënshkrimit, kancelari Friedrich Merz shprehu mirënjohje për vendimin e Kroacisë. Das war nie wichtiger als heute. Es zeigt sich, wir stehen zusammen in der Europäischen Union und in der NATO. Es zeigt aber auch, wir haben die Mittel, um auf aktuelle Bedrohungen durch Russland und andere auf unsere Sicherheit und unsere Integrität zu reagieren. Kjo tregon se ne qëndrojmë së bashku në BE dhe në NATO, por gjithashtu tregon se kemi mjetet për t'u përgjigjur kërcënimeve aktuale nga Rusia dhe të tjerat ndaj sigurisë dhe integritetit tonë, shtoi Merz, ndërsa kryeministri kroat Andrej Plenković theksoi rëndësinë e blerjes së tankeve të përparuara Leopard për vendin e tij, duke vënë duke se Kroacia do të vazhdojë të modernizojë forcat e saj të armatosura duke përfituar nga programet e mbrojtjes të sapo krijuara të Bashkimit Evropian dhe duke ndihmuar në përpjekjet e përbashkëta të mbrojtjes. Polonia do të dorëzojë Ukrainës pjesën e mbetur të avionëve të saj luftarak tip MiG-29 në këmbim të teknologjisë së re për raketa dhe dron. Premtimi vjen nga shtabi i përgjithshëm i ushtrisë polake, i cili e përshkroi këtë veprim si një dhuratë. Dorëzimi i avionëve është pjesë e politikës së Aleancës për mbështetjen e Ukrainës dhe për të ruajtur sigurinë e krahut lindor të NATO-s, thuhet në njoftimin e shtabit. Polonia po zëvendëson MiG-et e saj të epokës sovjetike me F-16 nga Shtetet e Bashkuara dhe F-A-50 nga Koreja e Jugut. Sipas shtabit përgjithshëm, bisedimet për teknologjinë ukrainase të raketave dhe dronëve janë ende në zhvillim. Polonia kishte dërguar 10 avion MiG-29 në Ukrainë në vitin 2023. Forca Aerore e Ukrainës tani ka disa 10 MiG-29 të cilët përbëjnë komponentin më të madh të avionëve të saj. Ajo po merr aktualisht në përdorim F-16 dhe Mirage francez. Turqia garanton Hungarinë për furnizim me gaz nga Rusia. Presidenti Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministri i Hungarisë Viktor Orban arritën marrëveshjen se Ankaraja do të jetë garante që gazi rus të vazhdojë të rrjedhë drejt Budapestit. Hungaria e ka ruajtur varësinë e saj nga energjia ruse që prej fillimit të luftës në Ukrainë. Ajo nënshkroi marrëveshjen 15 vjeçare me Rusinë në vitin 2021 për të blerë 4.5 miliard metra kub gaz çdo vit dhe rriti sasinë e blerjeve nga Gazprom vitin e kaluar duke importuar 7.5 miliard metra kub gaz rus përmes tubacionit Turk Stream. Ukraina po përgatitet të paraqesë shtëpisë së bardhë një plan të rishikuar paqe. Kievi është i vendosur të propozojë alternativa ndaj SBA-s pasi presidenti Volodymyr Zelensky përjashtoi përsëri dorëzimin e tokës duke thënë se ai nuk kishte të drejtë ta bënte këtë sipas ligjit të Ukrainës apo ndërkombëtar. Komentet e Zelenskit erdhën ndërsa u takua me udhëheqësit europianë të NATO-s të hënën. Kjo ishte pjesë e një përpjekje kolektive për të penguar SBA-n të mbështesë një marrëveshje paqe që përfshin lëshime të mëdha për Ukrainën dhe aleatët kanë frikë se do ta lindë atë të cënueshme ndaj një pushtimi të ardhshëm. Ndërkohë, qyteti Sumyt në veri perëndim të Ukrainës mbeti pa energji elektrike gjatë natës pas një sulmi me dron rus. Qeveria lituaneze ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme. Shkak janë bërë balonat e lëshuara nga Bielorusia që shkelin hapësirën ajrore. Qeveria lituaneze shpalli gjendje të jashtëzakonshme në 9 dhjetor për shkak të kërcënimit për sigurinë publike që përbënin balonat e kontrabanduara nga Bielorusia. Autoritetet lituaneze kanë akuzuar Bielorusinë se po u lejon kontrabandistëve të përdorin sonda meteorologjike për të kontrabanduar cigare përtej kufirit. Ministri i jashtëm rus paralajmëroi se Rusia do të përgjigjë çdo dislokimi i trupash europiane në Ukrainë. Moska nuk ka ndërmend të hyjë në luftë me Europën, por është e gatshme të reagojë ndaj çdo pranie ushtarake europiane në vendin fqinj, deklaroi Sergej Lavrov. Kryediplomati rus kritikoi atë që e quajti verbëri politike të pashpresë të Bashkimit Evropian, i cili sipas tij mashtrohet duke besuar se mund ta mposhtë Rusinë. Ndërkohë zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, tha se një deklaratë e presidentit Donald Trump lidhur me mosantarësimin e Ukrainës në NATO, territoret e saj dhe humbjen e pozicioneve nga Kievi janë në një linjë me qëndrimin e Rusisë. Japonia ngriti në ajër avion luftarak për të monitoruar forcat ajrore ruse dhe kineze të cilat po kryenin patrullime të përbashkëta mbi hapësirën ajrore përreth vendit. Lajmi u konfirmua nga Ministria Japoneze e Mbrojtjes në një kohë kur tensionet mes Tokios dhe Pekinit janë në rritje. Sipas ministrisë, 2 bombardues strategjik të U-95 me kapacitet bërthamor fluturuan nga deti i Japonisë drejt detit të Kinës lindore, ku u bashkuan me 2 bombardues kinez H-6 për të kryer një patrullim të përbashkët të gjatë në Oqeanin Pajësor. Më pas, 4 avion luftarak kinez i 16 u bashkuan formacionit teksa i kaloi mes ishëve japonez, Okinawa dhe Miyako në një korridor ajror që konsiderohet ujëra ndërkombëtare. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.